Sa mendon ti që dëmton kjo gjëja Iozin, sepse realisht unë bëra screenshot Instagramit të Iozit atë mbrëmje dhe prisa që ti zerohesh ndjekësit. Por ka ndodhur kundërta. Iozit janë rritur ndjekësit dhe ka një viralitet të frikshëm në TikTok ku thonë që tu shkojnë të gjithë ato që janë pro Iozit dhe bën kështu e ditë se Jozi me Loredanën, mama I'm in love with the cremin. E kemi atë këngën në Danko kot ose na e gjem shumë për çfarë. Shiko, çështja është që në një farë mënyre, mendoj përveç faktit që u bë viral, nuk është ka një pjesë të mirë të ndjekësve që po e aprovojnë, por ka përshtypjen anën morale. Të gjithë e ndalojmë dhunën, nuk jemi pro dhunës zero. Nga ana e showbizit, televizionit, këto gjëra nga ana e showbizit ishte spektakël. Le ta pranojmë të gjithë hapur dhe mos të bëjmë moralistët fare, se urrej moralin, publiku i do këto gjëra. Dhe mbi të gjitha moralin e bëjnë, unë kam parë ca story nga persona që kanë përshtypjen që të bërin shumë më keq. Sa rregullisht e ke ndjek çmit Oscar së fundi? Unë shumë pak. Dhe unë mbaj mend ato shpullën mes Will Smithit dhe s'më kujtohet emri. Prezantuesit. Pra publiku i do këto gjëra në çdo vend të botës. Ose kjo gjëja e rënon përfundimisht në karrierën e tij. Jo, nuk mendoj se e rënon sepse publiku në një farë mënyre ka aprovuar për faktin sepse gjesti, domethënë për fakt nëse do kishte ndodhur brenda lojës, do kishte pasur konsekuenca të tjera. Gjatë javës. Po, në momentin që ai thot u eliminua, pra ti nuk je eksakt, pra ti nuk je më lojtar, ti je një njerëz dhe hapja derës nuk është më provokim nervash, është tallje, ulje dhe përqeshje. Pra në këtë mënyrë unë mendoj që për këtë gjë publiku e përkrah, e aprovon, sepse thoshte ishte merituar, edhe pse unë mendoj që reagimi asnjëherë nuk duhet të përshtatet me provokimin, sepse sjell gjëra të tjera.